Klodi, a mendon se banorët ja arritën qëllimit ta prishin treshi për sheshin? Unë nuk besoj që dikush ka arrit një qëllim, prapë se prapë të cekë edhe njëherë treshi për sheshi ka qenë një raport shoqëror, jo një raport në kuadër të lojës. As edhe njëherë nuk e kemi bërë një strategji për lojë, edhe pse kemi pas mundësinë. Sa do që dikush mund ta ketë, o prapë se prapë edhe çështja e ludos, du me thonë një gjë për ta tash, nuk besoj që qëllimi i tij ka qenë me prish treshi për sheshi, po me kriju më shumë dinamika, ndoshta edhe me disa lojtarë që ai ka konsideruar pak më të fortë. Se normal nëse e mendon mirë, si të kur t'ishin krijuar do dinamika mes ne treve më të forta, do debate më të forta siç e kemi pasur në Londrimi, Lavanderi, normal që ajo është prapë se prapë spektakël, është diçka e vërtetë. Kur thot rrugën e sigurt, unë nuk besoj që ky shprehet në mënyrën e duhur ludo. Thjesht mendimi i tij është edhe pse dika ne vlerëson, dika ne ke eshe si person të afërt ose mendon që jashtë mundesh me pas si shok, pse këto nuk debaton me ta. Besoj që kjo ka qenë ma sakt qëllimi ju kisha thonë. Treshi për sheshi është, e kemi thonë që 2-3 javë, do të thonë qëllimi është bile dhe vodë, do të me kenë se cili për se cilin. Se një farë mënyre prapë se prapë, fakti që ndoshta, unë po flas për veten këtë rast, fakti që ndoshta ju kam këshyrë si shok e jo si lojtar, ky besoj që është një gabim. Por prapë se prapë, nuk i bi pishman, nuk ka qenë diçka, ka shku, nuk e kthen kohën mrapa, nuk mundesh me ndryshu, edhe kur a ba me zemër të mire, thjesht me intencion, qështot me qëllim të mirë. Okay, do me thonë ti nuk mendon që i na prish, po thjesht është pika e lojës që e lyp me kun ma veçme. Jo, prish, të është normal që na nuk jena si që na kenë, besoj që shihet.